Nëse keni probleme në këtë dinja, nëse ju për shembull keni dhimbje, Allahu xhaleshanu është Shafi, ai që shëron. Nëse ju jeni të varfër, Allahu xhaleshanu është El Gani, është i pasuri. Nëse jeni të largët me njerëzit, ose i keni larg njerëzit, ose njerëzit që ndrojnë larg prej jush, Allahu xhaleshanu është El Qarib, ai që gjithmonë thot unë jam afër. Nëse keni probleme, Allahu xhaleshanu thot unë jam En Nasir, unë jam ndihmësi juaj. Nëse ke nevojë të fitosh diçka, edhe të flasësh me dikë, edhe t'ja qash dertin për diçka, Allahu xhaleshanu thot unë jam Es-Semi, unë i dëgjoj të gjitha lutjet tuaja, andaj lutuni të dashur vëllezër, kur lutjet mos i ndani nga zemrat tuaja, nga gojet tuaja kështu me radhë. Allahu na fal të gjithëve gjinahat inshallah, na mbuloft mëkatet tona, na mbuloft të këqijat tona me dashje dhe pa dashje, na boft kabull agjërimin e sotëm dhe ditëve tjera inshallah dhe çdo ibadet tjetër. Walillahil Fatiha.